Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Musafiri apo udhëtari dhe argjërim. Në citatin kuranor "Au ala safarin", thuhet që nëse njeriu është nisur për rrugë, pra ka dalë jashtë qytetit ose fshatit të tij, atëherë ka mundësi të mos agjërojë. Edhe pse sipas mendimit të shkollës mëthebit Hanefi dhe Shafi është më mirë nëse ka mundësi e nuk ka vështirësi që të agjërojë. Ndërsa dy shkollat e tjera, Malikite dhe Hanbelite, të agjëruarit në rrugë nuk e pëlqejnë dhe e shohin si mekruh të papëlqyer. Mendimet e tyre të parët i mbështesin në citatin kuranor "An tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun", nëse agjëroni është më mirë për ju po që se e dini. Pra në surën Bekara ajeti 185. Kurse të dytët mbështeten në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmeton Xhabiri radiallahu anhu, në cilin thuhet: Pejgamberi alayhis salam ka qenë në rrugë kur ndërkohë ka një kallabëllëk, disa njerëz shumë që ishin mbledh dhe në mes tyre një njeri që i bënin fresk, i bënin hijen nga të nxehtë. Pejgamberi alayhis salam tha: "Ç'është ky grumbull?" I than ata: "Është një njeri agjërueshëm." Atëherë ai tha: "Nuk është mirësi të agjërohet duke qenë në udhtim musafir. Sidoqoftë udhëtari, ai që bën njët rrugën e musafirit ose ai që dëshiron të udhëtojë më shumë se 81 kilometër në rrugë të hallallit dhe nuk has vështirësi në udhëtimin e tij, është i lirë të agjërojë ose të mos agjërojë. Por nëse gjatë udhëtimit ndeshet në vështirësi e lodhje, atëherë është më mirë të mos agjërojë. Ditët që i mbeten le t'i plotësoj pas Ramazanit. Lind pyetja: Po ata që punojnë si pilot ose si shofer në taksi, a duhet të agjërojnë? Përgjigja do të ishte se rregullat që përmendëm më lart vlen edhe për ata. Pra nëse kalojnë largësinë e sipërpërmendur dhe hasin vështirësi në udhëtimin e tyre, atëherë nuk do të agjërojnë dhe ato ditë që i kalojnë do t'i agjërojnë më vonë. Sa kohë konsiderohet musafir një njeri? Sipas shkollës së mëthebit Hanefi, një person konsiderohet musafir brenda 15 ditëve e jo më tepër, ndërsa sipas shkollave të tjera deri në 4 ditë. Nëse një person ka shkuar musafir në një vend ku iftari bëhet para kohës që bëjnë në vendin e tij, ky është i detyruar ta respektojë rregulloren e vendit pra ku është musafir. Ashtu siç do të veprojë nëse është duke udhëtuar me aeroplan dhe dielli ende nuk ka perënduar. Ky është i detyruar të presë perëndimin e diellit edhe pse në tokë ndoshta ka mbërritur koha e iftarit. Prandaj Allahu xhaleshanuhu pra ka lënë lehtësime për udhëtarin, musafirin, sepse Allahu thotë lehtësoni dhe mos vështirësoni.